Ky emision mundësohet nga Mirëmbrëma dhe përshëndetje, miqtemi të dashur të Në Zoom, për i takohemi kështu edhe këtë të premte me mua Albina Zenelin, ku për gjatë këtyre minutave, përveç informimit, urojmë e shpresojmë me zamër që do ju argëtojmë me materialet që kemi përgatitur enkas për ju, që sigurisht me theks të veçante prekin artin, kulturën dhe showbizin vendor. Si që do randi, duhet me i falenderu ato që si gjithmonë për kujdesën, për veshjen dhe dukjen time. Faleminderit shumë Studio Zaci dhe Felicia Fashion. E kam derin dhe knatësin që për herë të parë në Zoom vjen një rrëfim si asnjëherë më parë nga David Dreshaj. Ai ka promovuar projektin e tij të fundit të titulluar Ky Merak, por prisni sepse ka shumë për të zbuluar. Detajet do i kuptojmë së bashku në rrëfim. Ky Merak riktheu David Dreshaj, ai erdhi në bashkëpunim me dyshën e suksesshme DJ PM e Dags. Dreshaj ishte i ftuar në Zoom, ku Mesiera shtregoi më shumë detaje për këtë risi. Kam punu disa materiale muzikore me Engli Versal, që është producenti nga Durrësi, nga Shqipëria, dhe me thonë faktikisht unë nuk e kam bezdia së të vjen tërë pas marra zër me thonë kujt ishte ideja, e ma shprej idenë që David javlen që ta përpunojmë këtë një verior, një malsor, një njeri i krahinës malsis madhe, se i shkon me këndu kjo këngë dhe mu më pëlqej vetëm refreni se si e kishin ngacmu pak, si e kishin risil, pastaj frazat, strofa do më thonë ja kena shkru prej fillimit. Edhe kjo ishte ideja, me njerë u gëzova, me nëzi po pres me kru në Ulcin, mas parit, se është këngë Ulcinake e vjetër, edhe njojnë edhe e din krejt njerëzit tjerë, që po pritet mirë, që ditit e para, dhe gëzohem shumë që është realizuar finalisht me pjemin e medalësin. Ai pohon faktin se mundohet të jetë unik, origjinal dhe i guximshëm, duke eksperimentuar në zhanre të ndryshme. Me pak fjalë, ti ketë në personalitet të gjitha ngjyrat. Tash e 5 vite është aktiv intensivisht, por sa janë të lodhshme angazhimet momentale që ka. Duke qëndru konstantisht palestres pak edhe duke pas njerëz të familjes afër që më suportojnë moralisht, është më e rëndësishme se çdo lloj suporti tjetër, ja dal diçysh, po përjetoj lodhje shumë të mëdha, seriozisht nuk po kam pse më fshë. Dhe mirë është u shku, Mira ka fillu, kjo është projekti i parë në bashkëpunim, do kemi edhe tjera bashkëpunim edhe projekte solo. Por nëse flasim për këtë gjë, ai thekson që si solist e ka më të lehtë për të funksionuar, madje ka hapësirë që të eksperimentoj, por nuk duhet mohuar që një duhet i qelluar është çelësi suksesi të një artiste.
Pak më lart e përmendi për krajën që ai merr nga familja. Davidi vetë financohet e flet me shumë dashuri për profesionin që e ka. Me vullnet dhe me pasion të mirë, unë e dua këtë punën që e bëj dhe kjo ma lehtëson sadopak. Dhe kam njerëz që besojnë në mua, kam familjarë që më thojnë non-stop që nuk guxon më dorëzua, edhe kur vjen momente, se vjen momente që edhe unë ndoshta s'po du me përdor fjalë të më dha, me thonë dëshprona, po se du mu tërhek ose du me bani pauzë, por ka familjarë për rreth që më thonë e ke zonin shumë të mirë, je i talentuara, se po i bjen me arrogancë dhe mendje masi ndoshta me fol për vete, po i përdor fjalët e tjerëve. Edhe pastaj më motivojnë, ma rinjojnë atë pasionin. Jam dëshpëruar Albina, me thonë drejtën. Ka pa momente kur kam dash me lënë muzikën, ka pas momente kur kam thonë nuk pse s'po mundem me qëndru i paq, kurse mungon kur gjon jetë dhe kam krejt kushtet dhe mundësit nga familja, edhe mundem me pas, si që edhe kam me vëllezërit edhe me familjen në biznise anash, që mundem me pa kryt rehat, si thuhet, edhe mos me pas presion edhe stres, po ka qenë një periudhë që kam pas pauzu gati 19 muaj, mas lançimit të këngës motrës, po ishte ajo dëshprimi që blokadat, ndrimet e fjalëve në moment të fundit, jo s'du me publiku këngën, edhe artistat që kam bashkëpunim me ta, kështu që kjo është një gjë që ne si popull, ndoshta nëse më lejohet me thonë, jena shumë pa përgjegjshëm, edhe tani e tutje vetëm me kontrata, vetëm me një letër. Me kanë do që do me bashkëpunu me mua, se duan me bashkëpunu me ta, i thonë një flet do më në nënshkrush. Kështu që e kam marrë një avokat edhe mendoj që sa do pak që zbatohet ligji, ose sa do shumë këtu, kur e ke në bardhëzi në flet, je ma i qetë shpirtërisht edhe duhet edhe pala e dytë me respektuar atë vendim. E këtu është nxe pak tema e bisedës, ekskluzivisht për emisionin Zoom. Davidi hap zemrën e tregon se rruga e muzikës nuk ishte gjitha me lule, pat edhe thumbime që me raste dhe kanë lënduar shpirtnisht. Po, për shembull me reperin Dën Fenom, që kam edhe bashkëpunim, ndodhi një gjë që ne kishim kontratë edhe marrëveshje, edhe gojarisht edhe me letër që do i kemi koncertet së bashku, do i kemi gjërat edhe fillon këto blokadat, këto inatet, ziliqaria dhe personalisht ai apo menaxhmenti i tyre? Po mendoj që ka pas edhe tjerë, po përderisa ti vendos edhe ke një kontratë edhe një marrëveshje, duhet me qëndru asaj, edhe nuk ta nese as nona as baba nuk munden me t'u përzi nëse ti thua po edhe bjen dakord për diçka me dikon. Kështu e shoh unë paktën edhe pastaj këtu janë ndërprer. Unë jam shumë i kuptueshëm veç me mlajmëru. Nuk mundem sonde, nuk dua, jo ashtu, jo kështu, edhe është shumë në rregull. Son nesër me këndo prej kolegëve, që do krahin ose vend që ti përket, fjalën e kam vulë dhe nuk e lëviz, si thuhet topi, se përdesa jam merrem vesh edhe kom qef me qëndru deri në fund edhe besoj edhe ai ka qenë edhe secili artist tjetër në fillimet e veta dhe e din si është me ta shtoj dikush dorën ose me të përkrah pak, por jo se s'po du me përdor fjalë të mëdha, se kena dalë për qef me zhvillu intervistën, jo me ndru mendjen, jo me ndru fjalët. Ai vazhdon të zbuloj gjëra që ja kanë bërë disa kolegë, nëse tashmë ish kolegë. Nuk e di ç'a më thonë, më kanë blloku në çdo lloj aspekti, gjitha i kam kalu, kështu që kur gjë nuk e më befason më. Ka arrit në çat nivel. Në çat nivel që vetë nevoja ka bashkë, kështu që ka artista dhe sot e kësaj ditë që bashkëpunoj ose do kem bashkëpunim me ta, dhe më thonë do i terrorizosh me kontrata ka 8 faqesh artista tjerë kur t'ju shkosh kështu. Më fal, po unë jam shumë i sinqert dhe jam shumë i drejt në ato në vendimet që i marr dhe dakordohem me dikë, kështu që po në shkruaj një fletë se kur gjë nuk kushton. Më kanë bllokuar, më kanë bërë drejta pa fund Albina. Edhe private edhe personale kanë kaluar në denj personale, denj familjare,
Edhe pse jam vetëm i krahinës tjetër, pse jam i Malit Zi, bëjnë dallime në çfarë. Pas para gjykime të tipit, hajtë se Absolutisht. kur gjësë të si e Kosovë. Absolutisht, edhe në koncerte me telefona, ti tuzianin, ti e malazes, ti si e shqiptar, po. Davidi fajin për krejt këtë jalë vet individi që nuk di ta menaxhoj karrierën, e tani do të flasim për vjedhje të këngëve. Ai ka ndodhur atje që dikush të tentoj t'ja merr një projekt. Mund ka ndodhur për shembull kur e kam lançuar këngën e motrës, se ishte edhe letra e njoftimit që më njofti bash shqiptaria si këngëtarin Davideshaj. Ma kanë kërkuar në Serbi me shit instrumentalen, edhe vjen melodike me përkthyer dhe tekstin, por nuk e kam dhënë, absolutisht jo. Edhe nuk e kisha dhënë as në Tormen. Ndoshta të shqiptarët e kisha shit, po jo në shtete të tilla. Edhe më ka ndodhur për shembull me videoklipe. Disa vite më përpara se mi kanë dështu kanar në Podgoricë, i kena organizuar me familjen lokacionet. Edhe kena dhënë kaparin ditën që kena filluar xhirimet. Ka filluar shi edhe prej shkoa se maji këtë i ka dhe dalja pranverës gjithmonë nuk ke garancion në xhirime. Pastaj këta janë atëru diçka pse unë e kam dashur me ndru një skenë, që unë krejt skenat i kishim zgjedhur dhe organizuar me familjen, ne i kishim vizualizuar, idetë ishin tonë, ata veç kishin kanë ardhur të gatshëm me një super mikpritje vetëm me xhirua. Edhe kanë marrë gjysmën e pagesës videoklipit, që edhe në atë kohë, se nuk e kam problem me thonë, është sekuenca si produksion, nuk e di kush e mban sot. Edhe pastaj edhe në atë kohë, jo më tani që një rrit çmimet në gjithçka, ka qenë shumë shpenzime dhe shumë e kushtueshme, kështu që kanë marrë 50% të kaparit, edhe po atë ditë janë nisë mrapa për Kosovë dhe nuk ma kanë përfunduar xhirimin, edhe unë ndashtë skenat e njëjta më ja dërguani brenda 2 javë një produksioni tjetër. Ai ka zbuluar se Bigo i Kosovës e ka ftuar 2 vite më parë për qenë pjesë e këtij formati, por pse nuk pranoi? E kam pas një ftesë për në Big Brother VIP Kosova, mos gaboj para 2 vitesh, po nuk mendoj që ka qenë momenti i dur, por kisha hy, veç e di që kisha lënë nam ndoshta. Po se di, nështë aty i shpallos Davidi vërtet, as po duhem dalë ngjyrat e vërteta, jo se janë të kësia dhe negative dhe toksike. Mjaftu e shumë falëm, tani është koha që këngëtari nga Tuzi të sfidohet me blic pyetjet në zonë. Unë se kam problem seriozisht, as se më vjen zër Albina, as turp, as vështirë, me thonë që kur të ketë diçka konkrete edhe serioze, deri në pikën që ta bëj publike, unë do e bëj. Kështu që momentalisht jam i fokusuar në karrierë. Nuk po them që dikush nuk është anash, po momentalisht nuk mund të zbuloj as diçka më shumë se vëmendja shkon. Po nuk po mundem, unë e thash, kur të ketë diçka më konkrete, unë veti pari do e bëj, se kam këtë kompleks, kur du dikën edhe e shprej, nuk e më vjen vështirë. Nuk romantik me kufi, po jam impulsiv, janë gjeshje si thohet, ja thu, e di, dukem shumë i edukuar dhe i kulturuar, po e kam edhe onën tjetër. Nuk e mjefti mirë, Albina. Personazhe thjesht, definitivisht. Nënës jam duhet t'ja dedikuar një këngë dhe mendoj që është më pak se mund të bëj vetë, se sa ka sakrifikuar, sa ka japë, e bëj dhe sa vazhdon me dhënë edhe me bë për karrierën time, se nuk e ka obligim dhe detyrim, por e shoh se e dua me zemër edhe e shoh se e kam gjetë veten edhe punoj në atë drejtim që të bëjmë çdo ditë ditës e prej kënga këngës më i mirë, kështu që mos të kisha pas në onën, unë nuk kisha mujt me vazhdu karrierën. Kënga e motër, pasoj.
e titulluar. Jo, dhe më përqenë edhe mua shumë. Qa me meriton mjekiqin, e thash të emrin. Javën tjetër jam Prishtinë, bro, se kem pas një takim. Ky marak u shkret, nuk ma len zemrën e qet. Dashunin që kam për ty, nuk e ndroj për ta dy sy.